Nga Presheva në Tetov për një koncert. Drejtori i Qendrës Kulturore dhe Teatrit të Preshevës. Mirë se erdhat në Tetov. Mirë se u gjejmë në këtë spektakël të ansamblit të këngëve dhe vallave shqipe në Maqedoni. Edhe pa plis hiç nuk bën, no e plisin jetë. Do e vendos sipas dëshirës juaj, do e vendos. Faleminderit. Sepse kjo është dhuratë e drejtorit të ansamblit, kështu do ta kem. Ndoshta nuk qëndron mirë, por është plis i bardhë. Po. Me ftesë të drejtorit të ansamblit, ne ishim sot për të përcjellë këtë spektakël, që vërtet ishte një spektakël, një punë shumë madhështore, një punë shumë voluminoze, për cilat unë i përgëzoj, shpreh një dëshirë jashtëzakonisht të madhe për atë çka bën, me shpresën për një bashkëpunim të tillë. Po, na duhet, sepse ashtu që ti kemi në Preshevë, spaku kemi pas takime edhe më herët dhe shpresoj se do ta jetësojmë që këto bashkëpunime në mes, hajde të them popullit shqiptar, në përgjithësi, veçanërisht kur është fjala për kulturë, të mos na ndalen gjithsesi që kemi në vazhdimsi. Këto janë, hajde të themi, evenimente shumë të rëndësishme, të cilat ngjallin emocione, të cilat vërtet përcjellen me shumë emocion veçantë. Prandaj ne ishim jashtëzakonisht të kënaqur me atë çka pam nga ky spektakël i sonshëm. Edhe presim shumë shpejt që vërtet të kemi bashkëpunime dhe të shohim ansamblet e Preshevës këtu në Tetov, në Shkup, gjithandaj ku ka shqiptar. Padyshim, kjo është një dorë e zgjatur, domethënë e gjithë rajonit, po them, si nga Maqedonia, Shqipëria apo Kosova, për mos ta harru Preshevën, për mos ta harru një rajon i cili ka nevojë për një shtrirje dore të kësaj forme, domethënë të veprimtarisë, çka unë jam mas i sigurt se kjo edhe do të ndodhë, edhe do të bëhet. Padyshim. Do ndodhë shumë shpejt, besoj. Faleminderit shumë edhe mirëardhje gjithmonë Tetov. Faleminderit edhe ju. Faleminderit.